Ngele me telefon në dorë. Bine. Pra ti ose ke gjetur të dashur, ose se di. Ti e di për një e kam. E kam kështu, dhe disi kam e kam. Me telefon në dorë. Shtu. Okej, kthehemi bashkë dhe është momenti tani për të zbuluar se kush do të hap kutin e Pandorës sonte. Siç u kemi lajmëruar që në nisje të episodit, sonte njëri nga banorët e ngelur do të jetë përballë kutisë së Pandorës. A do ta hap dhe mbi gjitha çfarë fshihet në të mirën dhe të keqen. Shkojmë aty brenda. Atëre, banor jam sërish me ju dhe siç ju thash, sonte kam një lajmërim që trondit themelet aty brenda. Zgjatja e bigut. Tërmet. As njëra prej të dyjave. Tërmet inshallah mos paçi më kurrë se ai që patëm na tronditi vërtet. Zgjatja e bigut, të paktën tani për tani jemi mirë. Super. Ama është momenti që brenda shtëpisë të hapet sërish kutia e Pandorës. Okej. A i jepet njerëzve të smur apo jo? Që janë pa qef shumë mendime koka? Kush do ta ke? Big Brother sonte ka vendosur që përballë kutisë së Pandorës të jetë Shëndriti. Go for it. Shëndriti jam me mua në dhomën e surprizave. Go Shëndrit! Ta shot qako. Mos nash gënjerë. Atere, Shëndrit. Po kënena? Kam përshtypje në blokun tënd të shënimeve për Big Brother, jo vetëm në këtë edicion, por besoj në çdo edicion, po mbi gjitha në këtë edicion ku ti e dije që do ishe pjesë, një nga shënimet e tua mund të ketë qenë po sikur të jem unë përballë kutisë së Pandorës. Se kisha menduar. Do ta hapja? Patjetër, me kënaqësi. Do ta hapje, kështu që e hapim. Së pari, të bardhin apo të ziun? Gjithmonë lajmin e mirë, zarfin e bardh. Okej, urime Shëndrit. Nëse po lexon këtë zarf, do të thotë që ke hapur kutinë e Pandorës. Vëllai i madh së bashku me Globus Travel të jep mundësinë e një udhëtimi të paharrueshëm në një nga resortet më të mira në Granada Luxury Beach, Say Globus Think Travel. Faleminderit. Fantazi. Pra, pushimet, të paktën një palë pushime i garantuam. Po, tash Shohim se çfarë fshihet pas çdo të mire vjen një e keqe. Të keqen për ty dhe shtëpinë. S'pon pëlqen. U bëre pishman. Shëndrit, kutia e Pandorës është hapur. Pas çdo të mire vjen një e keqe. Vëllai i madh lë në dorën tënde televotimin e radhës. Ti duhet të dërgosh në nominim bashk me veten edhe 2 banor të tjerë. Pra, po, duke duhet të futur zgjedhë veten 2 tënde banor që shkojnë bashkë në televotim. Eksakt. Do të jeni 3, ti dhe 2 banor të tjerë aktual të shtëpisë. Të gjithë janë në lojë, duhet të zgjedhësh 2 të cilët shkojnë me ty së bashku në këtë televotim për të martën. Atëherë, me qënë se unë automatikisht shkoj në televotim, po du me mendu pak zgjuar, nuk jam person i cili zgjedh banor të cilët janë që nga dita 1 këtu, të paktën ndoshta edhe po, por unë sakt i bëj 27 ditë këtu, edhe di peshën e rëndësisë edhe që banorët e tjerë kanë kriju këtu. Me vetëm Aredisën, për arsye që është banorja më e re së fundmi. Aha. Si dhe shumë e vështirë. Dhe me vete marrë Malin. Pra, Malin dhe Edisën. Po.
Okej, mund të kthesh Shëndrit. A mund me marrë zarfin e bardh? Po, patjetër që mund ta marrësh zarfin e bardh, ndërkohë në këto qaste unë deklaroj të hapur televotimin. Në televotim shkojnë Shëndriti, Edisa dhe Mali. Pyetja për publikun është kë doni të shpëtoni? Njëri prej tyre lë shtëpinë të martën. Finalen me ne, që se bane, ja koj ke pa besim, Mali. Shëndrit, Atere, banor, jam sërish me ju miri, këtë do doje ti të dilte? Këtë do të mërë të aji? Këtë do doje ti të dilte nga këtë televotim? Mali, ju Ela? Malin edhe unë, edhe Shëndriti njësoj, po... Mali dhe ti ose Shëndriti? Një emër më duhet si do qoftë. Rogert? Po tani unë nuk mund të them Malin, sepse Mali ka të regu një pozitivitet ndaj meje të kohë qysh se ka ikë të nado. Unë gjithmonë do them bespremin Shëndritin dhe iki. Okej, Brikena? Unë Ledion Molzat. Edisa. Po, Mateo? Pa tjetër Edisa. Selin? Mali. Mali. Pra Selin është vazhdon me atë raportin e Malit që prej prajmit të dytë, nëse i kam llogarit në rregull. Shumë suksese të treve, njëri prej juve lë shtëpinë të martën që të shijojni sa më shumë këto 72 orë. Do të kthehem tek ju pas pak, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Monika, si të duk zgjedhja e Shëndritit? Po frikë. Në një farë mënyre, shëndet, fjale vërtet. Jo, domosdoshmërisht. Jo, domosdoshmërisht, po. Për mua, ai mendon që do të ketë shansin për të shpëtuar, që mund t'iki Edisa, por nuk i dihet me çfarë do të prodhoj Edisa në këtë ditë, sepse Edisa është edhe pak surprizë, sepse Edisa sapo hyri në një konflikt të drejtë për drejtë me Brikenën, gjë që e faktorizoi. Megjithatë do të shikojmë se si do të shkojë loja dhe a do të kërkojë Edisa të marrë rolin e Shëndritit. Pra për të qenë po themi si një negociator, unë Shëndritin deri tani e kam parë kështu si agjenci martesash, një herë për Selinën me Gimbon, pastaj për Brikenën me Mateo. Si ndërmjetës, po. Si një ndërmjetës. A do e bëj Edisa lojën e Shëndritit për të qenë si një lloj lojtare apo shoqe e ngushtë, po themi ndihmës për Selinën në vazhdimsi? Është për tu parë. Kjo është diçka nga e cila do të presim. Unë mendoj që ai bëri lëvizje të zgjuar, sepse u mundua të përzithe ato njerëz që i shef sa më pak të votuar dhe normalisht mos cënoi veten e tij. Po të fuste dy të tjerë që rrezikonin atë, ai mund të dilte automatikisht ditët në vijim. Kurse kështu futet në një garë me Edisën që ka hyrë në shtëpi vonë dhe me Malin që nga ato figurat e tjera që janë në shtëpi, ai ka menduar që Mali është më pak i dashur në këto momente brenda shtëpisë. Kështu që për mua është tregu tamam. Do shihet se si do të reagojnë, se si do të reagojë edhe Mali me këtë që bëri Shëndriti, por natyrisht edhe se si mund të jetë reagimi i Edisës mbas këtij televotimi. Ne do të kthehemi pas pak, qëndroni me ne.